njeriu është një kafshë politike nga Aristoteli te Platoni, Hobbes dhe Rousseau. Shpreha e Aristotelit se njeriu është një kafshë politike është një nga thënjet më të njohura të filozofisë antike dhe ka një rëndësi të madhe në kuptimin e natyrës njerëzore dhe të organizimit shoqëror. Kjo shprehje mund të shtjellohet në disa nivele: kuptimor, filozofik, ideor dhe bashkohor. Në kuptimin e thjesht, Aristoteli po thoshte se njeriu është një qenie që nuk mund të jetojë në izolim. Ai ka nevojë për tjetrën dhe për një strukturë shoqërore për të mbijetuar dhe për të realizuar potencialin e tij. Fjala politik këtu nuk i referohet vetëm politikës në kuptimin modern, por mëgjërësisht organizimit të jetës në komunitet. Njeriu është i aftë të krijojë ligje, rregulla dhe institucione që rregullojnë jetën e përbashkët. Në kontekstin filozofik, Aristoteli po argumentonte se njeriu është e vetmja qenie që ka aftësi për të argumentuar dhe për të ndërtuar një rënd shoqëror të bazuar në parime etike dhe logjike. Në kontekstin filozofik, Aristoteli po argumentonte se njeriu është e vetmja qenie që ka aftësinë për të arsyetuar dhe për të ndërtuar një rënd shoqëror të bazuar në parime etike dhe logjike. Përmes politikës, njeriu realizon vetveten si qenie morale dhe racionale. Politika, sipas Aristotelit, është një zgjatim i etikës, sepse përmes saj njeriu arrin të jetojë në harmoni me të tjerët dhe të realizojë lumturinë e përmbushjes së plotë. Në nivelin ideor, kjo shprehje mund të interpretohet si një thirrje për bashkëpunim dhe solidaritet shoqëror. Aristoteli besonte se vetëm përmes jetës në komunitet njeriu mund të arrijë potencialin e tij më të lartë. Kjo ide është në kundërshtim me idenë e individualizmit ekstrem, duke theksuar se identiteti dhe vlera e njeriu rrjedh nga marrëdhëniet me rolet që ai luan në shoqëri. Në kontekstin bashkëkohor, shpreha e Aristotelit nuk mund të shihet si një paralajmërim për rëndësinë e lidhjes shoqërore dhe të bashkëpunimit në një botë që po bëhet gjithnjë e më individualiste dhe e izoluar. Në një kohë kur teknologjia dhe globalizmi kanë zvogëluar ndjenjen e përkatësisë në komunitetet lokale, kjo ide na kujton se njeriu është thelbësisht një qenie sociale që kërkon lidhje dhe kuptim të përbashkët. Shpreha e Aristotelit njeriu është një kafshë politike është një reflektim i thellë mbi natyrën shoqërore të njeriu dhe nevojës për një jetë të organizuar dhe të drejtuar nga parime etike dhe racionale. Ajo mbetet rëndësishme edhe sot, duke na këshilluar që të mos harrojmë rëndësinë e komunitetit dhe të bashkëpunimit në jetën tonë. Një mendimtar tjetër që ka patur një qasje të ngjashme me Aristotelin për njeriu si kafshë politike është Platoni, mësuesi i Aristotelit. Në veprën e tij Republika, Platoni argumenton se njeriu është thelbësisht një qenie shoqërore dhe se vetëm përmes jetës në një shtet të organizuar dhe të drejtuar nga filozofët, njeriu mund të arrijë drejtësinë dhe harmoninë e vërtetë. Citat, ndërsa Aristoteli e shikonte politikën si mjet për të realizuar potencialin njerëzor, Platoni e shikon atë si një mjet për të arritur një rënd ideal dhe të përhershëm. Nga ana tjetër, një mendimtar me një qasje të kundërt është Thomas Hobbes, filozofi anglez i shekullit 17. Hobbes, në veprën e tij Leviatani, argumenton se njeriu në gjendjen e tij natyrore është egoist dhe i drejtuar nga instinktet e tij më bazike. Sipas Hobbes, jeta në gjendje natyrore është e vetmuar, e varfër, e keqe, brutale dhe e shkurtër. Për të shmangur këtë gjendje kaotike, njerëzit njëmendësohen që të krijojnë një kontratë sociale dhe të japin një autoriteti qendror fuqinë absolute për të ruajtur rendin dhe paqen. Ndërsa Aristoteli shikon politikën si një mjet për të realizuar potencialet më të larta të njeriut, Hobbes e shikon atë si një mjet për të shmangur anarkinë dhe konfliktin. Një tjetër mendimtar me një qasje të ndryshme është Jean-Jacques Rousseau, i cili në veprën e tij Kontrata sociale argumenton se njeriu në gjendjen e tij natyrore është i pastër dhe i lirë, por që shoqëria dhe institucionet politike e kanë korruptuar atë. Rousseau besonte se
përmes një kontrate sociale të vërtet, njerëzit mund të kthehen në një gjendje më të natyrshme dhe të arrijnë një liri të vërtet. Ndërsa Aristoteli e shikonte njeriu si një qenie thelbësore politike dhe shoqërore, mendimtarët si Hobbes dhe Rousseau ofrojnë çështje të ndryshme, duke theksuar anën më të errët të natyrës njerëzore ose nevojën për të rivendosur një gjendje më të natyrshme dhe më të lirë.